kulla që po vazhdon të ndërtohet pas teatrit, të operas dhe baletit. Një lulishte aty, një vend ku rrinin pleq fëmijë të rinj, gjysma e tij është zënë, do zgjedhë gjysma tjetër, e Televizia Bashkë të nesërme zgjedhjeve lokale thirri protestë kundër ndërtimit të asaj kulle. E kishim paralajmëruar. Kemi protestuar disa herë, fuqishëm, mirë po, interesant ka qenë aso kohë, fakti që të gjithë faktorët e tjerë politik kanë heshtur. Se që Edi Ramën dhe Erion Vilin e kishim kundërshtar, kjo s'donte mend, se fundja ishin ata që po jepnin leje dhe ata që po mundsonin priqen një parku. Mirë po aso kohë ka heshtur edhe Sali Berisha. Madje në media ka dalë që ai që kishte marrë lejen e ndërtimit ishte ortak me të birin e Sali Berishës në biznese të tjera, apo i biri Sali Berishës jeton të mduket me qera në një prej apartamenteve luksoze të këtij ndërtuesi. Mirë po ç'është edhe më paradoksalja. Dëgjoj edhe këta karagjozët e politikës re, si quhesh aso kohë, që kur i pyesin, po pse nuk ngrini zërin ju për këtë park? Thoshte ka ikur kohë e protestave, thoshte një prej këtyre karagjozëve. Ne duhet ndryshojmë sistemin, thoshte, duhet ndryshojmë të fusim listat e hapura. Më kupton? Çfarë kompromitimi politik, çfarë ignorancë politike nga të gjithë faktorët. Pra kur vjen puna të oligarkët, këta bëjnë njësh. Edi Rama është me oligarkët, Sali Berisha është me oligarkët, pseudo partitë e reja janë me oligarkët, dhe në vërtet krenari që ne para 2 vjetësh, para 10 vjetësh, sot mbas 10 vjetësh do vazhdojmë të kemi të njëjtat qëndrime parimore.